Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Në vazhdim, Nevawi rahimahullah ka përmend disa ajete kuranore, pastaj ka pasu këto ajete kuranore me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto ajete që ka përmend Nevawi janë është ajeti wa tubu fjala Allah azza wa jalla wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni të gjithë tek Allahu o besimtar që të shpëtoni, që të jeni të shpëtuar. Këtu në këtë ajet kuranor Allah azza wa jall i ka urdhëruar besimtarët në veçanti, të gjithë mirë po besimtarët në veçanti që me u pendu, me u kthy te Allah azza wa jall. Këtu ka ardhur në mënyrë urdhërore, që në kupton se taubeja është vajib. Domethënë kjo mënyra urdhërore në kupton që është obligative për muslimanin me u pendu prej gjunaheve apo prej lënies së obligimeve. Dhe këtu ka ardhur në mënyrë të përgjithshme, tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, jo besimtar. Në veçanti jo besimtar, po kjo vlen edhe për njerëzit e tjera, për jo besimtar, se edhe ata do të më pendu, ata thirrën që më u pendu, më kthy te Allah azza wa jall. Pe atyne edhe milion ato mi praktikas ato gjinoha apo ato ideja apo ato akide të cilat vijnë dash me akiden edhe me besimin islam për shembull. Dhe domethënë është thirrje e përgjithshme, por është pak edhe masani ja vlen theksin më të veçantë që të gjithë besimtarët pa përjashtim do të më pendu. Kjo ajet kuranor kur është shpall, jo nuk është drejtuar vetëm tabeinve ose dikujt tjetër ose sahabëve të cilët kanë qenë që kanë ndajtur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pak çaste. Po kjo ajet kuranor kur ka zbrit i ka përfshirë të gjithë. Ka përfshirë të gjithë pa përjashtim. Edhe ata sahabi të cilët janë kanë përgëzuar me xhennet. Edhe ata janë kanë, domethënë, janë të përfshirë në këtë ajet kuranor. Që do të thotë se çdo njeri dohet me u pendu te Allah azza wa jalla. Ka për obligim me u pendu tek Allah azza wa jalla, edhe mos më shty tauben, se dietar kanë thonë taubeja është vajib, mirë po është vajib edhe dohet me u pendu, thumë yetubu an qarib. Do thonë masanej pendohen shpejt, do të më pendu shpejt, mos më shty tauben, sepse edhe shtyrja e taubes atëherë është gjuna në veti, që do të më pendu edhe pe kësajna. Domethënë shtyra e tobës në gjinah në veti, edhe duhet më pendu pe shtyrës së tobës. Për këtë arsye, taubeja përveç që është vajib edhe do të më bëj shpejt edhe mos më e vonu edhe mos më shty tauben. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Këtu e ka lidh shpëtimin në këtë dunjë apo edhe sidomos shpëtimin në ahiret me pendimin tek Allah azza wa jall. Me kthimin tek Allah azza wa jall. Është një fjalë Ibn Qayyim rahimahullah kur flet për tauben, Ibn Qayyim ka edhe një shprehje tjetër, thotë përveç asajna që kanë përmend dietar, domethënë ato kushtet e pendimit. Pe kuptimit të taubes është edhe te pastaj me vazhdu me vepra të mira. O kthyt Allah azza wa jalla edhe me vazhdu me vepra të mira, me bëu vepra të mira, me përmirësu gjendjen tonë, kjo hyn në taube. Kjo hyn në taube ka përmend Ibn Qayyim rahimahullah. Dhe është ajeti kuranor është i përgjithshëm, tubu ila Allah jami'an, pendohen të gjithë, mirë po ky pendim a do të më kon për të gjitha gjinohat apo vlen për disa gjinohe. Nëse një person pendohet për të gjitha gjinohat, atëherë kjo është ajo që quhet taubatan nasuha. Për këtë arsye dhe Nawawi rahimahullah ka përmend ajetin kuranor ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Oje të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu azza wa jall me një taubat të sinqert. Taubatan nasuh është me taubat të qeltër të sinqert. Ka shumë për mendime dietarë se çka është për qëllim me këtë taubat të sinqert. Mirë po Ibn Qayyim rahimahullah përmend se me taubat të sinqert janë për qëllim 3 gjëra. E para, të jetë taubat gjithëpërfshise për të gjitha gjinohat. Pra taubat të sinqert quhet vetëm atëherë kur njeriu pendohet tek Allah azza wa jall për të gjitha gjinohat që ka bërë, pa përjashtim, duke mos marrështuar asnjë gjina. E dyta të ketë vendosmëri të plotë që domethënë mos më kthy në atë gjuna ose domethënë me pas vendosmëri të plotë pa hezitim pas në dyshim që domethënë mos më kthy në atë gjuna. Dhe e treta është që të jetë vetëm për hir të Allahut azza wa jall, jo për diçka tjetër. Këto të tjerat janë që janë përmendur rreth kushteve të tobës, mirë po kjo para Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë për më konsideruar një taubat nasuh
ose tauba sinqert, tauba e qeltër është që të jetë e përgjithshme për të gjitha gjunohat. Pra, nëse njeriu pendohet tek Allahu Azza wa Jall për të gjitha gjunohat, edhe këto do të më bën niyet njeriu që sa të pendohet tek Allahu Azza wa Jall, më pendu për të gjitha gjunohat që ka bë. Nganjëherë din disa prej gjunave të dina, nganjëherë nuk mundet me ditë ose me harru ose me vënu veshin. Atëherë më bëni tauba të përgjithshme. Mirë po, nëse pendohet me një gjunah caktuar, i vlen. Edhe nëse është duke bëu gjunohe të tjera. Dhe kjo, domethënë sipas shumicës së dietarëve, domethënë është e vlefshme, nëse dikush për shembull pendohet për shikimet haram, mirë po vazhdon me gibet ose vazhdon me disa gjunohe të tjera, atëherë ky gjin, domethënë ky pendim i vlen, është i vlefshëm. Është i vlefshëm. Ajeti tjetër që kam përmend, nevoju wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Allah Azza wa Jall ka urdhëruar besimtar që me bëj istighfar, me kërkoj falje nga Allah Azza wa Jall dhe pastaj më pendu tek ai. Dhe më pendu tek Allah Azza wa Jall. Këto janë dy çështje, domethënë e para me kërku falje, me kërku istighfar. Istighfari është talabul maghfira. Talabul maghfira është kërkim i faljes. Kërkimi i faljes që Allah Azza wa Jall më ta falat gjuna, mos më marr parasysh edhe më të liru nga pasojat e atina gjuna që ke bo më herët. Mirë po, a ka dallim mes të taubes edhe istighfarit? Kanë debetuar dietar. Disa prej dietarëve kanë thënë ka dallim, sepse istighfari zakonisht realizohet me gjuhë, ndërsa taubeja nuk kushtohet që të jetë edhe me gjuhë, mund të qenë edhe me zemër. Çështje tjetër kanë thënë se istighfari, disa prej dietarëve kanë thënë istighfari është për ato gjunohe që i ka bo më herët, ndërsa tauba edhe për atë me vendos për mos më bëu asnjë gjë në të ardhmen, domethënë përfshin të kalumen, të tashmen edhe të ardhmen. Të kalumen, domethënë më ndike çardhë se me braktisat gjëna, të tashmen për shembull mos me vepru ndonjë gjëna që domethënë me braktisat gjëna që je duke vepru, edhe e treta për të ardhmen me pas vendosmëri edhe me pas vendosmëri, me koni i vendos që mos me vepru asnjë gjëna që e ke vepru më herët. Po si do të qoftë, domethënë nganjëherë istighfari dhe taubeja nganjëherë vijnë edhe janë sinonime të njëra tjetrës. Dhe këtu ka përmend dy hadithe të cilat gati kanë të njëjtin kuptim, hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu anhu dhe hadith al-Agharr ibn Sulaiman al-Muzani. Hadithi i parë është عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. Abu Huraira ka transmetuar ose thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë pasha Allahun unë kërkoj falje nga Allahu dhe bendohem tek ai më shumë se 70 herë në ditë. Më shumë se 70 herë në ditë. Mirë po më shumë se 70 herë në ditë ka sqaruar hadithi tjetër i rrodhës që ka përmendur Nevaviu, është hadithi al-Agharr al-Muzani, është një prej sahabive shumë pak të njohur, shumë pak dihet për ta. Po anën e tina ka mbetë në histori, se hadithin e tina kanë nxjerrë Imam Muslimi, edhe al-Agharr ibn Yasar, jo Sulejman, mirë al-Agharr ibn Yasar al-Muzani, nuk dihet sigurt se kur ka lind, edhe kur ka vdek nuk dihet sigurt. Mirë po është përmendur në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk dihet edhe shumë për jetën e tij, mirë po përmendet se është prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuha an-nas tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fi al-yawmi 100 marra. Do të thonë aty që është përmendur në hadithin paraprak që është unë pendohem te Allah azza wa jalla dhe bëj istighfar më shumë se sa 70, ka ardhur qartësia e saj në këtë hadith që është 100 herë. Do të thonë o njerëz, pendoheni tek Allah sepse unë pendohem tek ai 100 herë në ditë. 100 herë në ditë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilit Allah azza wa jalla ka fal gjunohet. Megjithatë, ai ka bëj istighfar dhe është penduar tek Allah azza wa jalla më shumë se sa 100 herë në ditë. Ka thënë astaghfirullah wa atubu ilay, më shumë se sa 100 herë ose më shumë se sa 70 herë, ose përmend në hadithin Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu se e kanë njeh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa herë ka bëj istighfar, atëherë ka thënë se ka bëj më se 100 herë ose edhe më shumë se sa 100 herë në ditë. Se do të thotë se ka dashur ummetit të tij tregu se rëndësia e tobet dhe istighfarit është shumë e madhe, se
ai ka qenë shembulli për të tjerë. Edhe për këtë arsye, njeriu e merr prej këtina hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhet të qenë shembull për të tjerë, sidomos ai i cili dëshiron të tjerëve me u bë davet, se nuk është çështja vetëm teori, mirë po është çështja edhe praktik. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam praktikisht ka kallëzuar sahabëve se ai vetë, domethënë bën istighfar dhe bën tauba. Për sa i përket istighfarit vjen ka më ardhur një kapitull i veçantë sa i përket istighfarit, mirë po përmendëm disa ajete kuranore për me ditë ose me kuptuar se cilat janë ato, domethënë rezultatet e istighfarit. Edhe njeriu në jetën e përditshme mundet me i has ato në jetën e përditshme të tij. Njerëzit kanjëherë kur i ndëgjojnë disa njerëz, për shembull, ose disa tregime, duke thonë se filan festiku për shembull ka pas një problem të madh, ka bëu istighfar, Allah azza wa jalla e ka larguar, ose tjetër për shembull ka pas një vështirësi financiare, pastaj ka bëu istighfar me mira herë, edhe ka vazhduar kështu një periudhë gjatë, dhe pastaj Allah azza wa jalla i ka thënë pasuni kaq të madhe. Nganjëherë njerëzit kur i ndëgjojnë këto, atëherë ju shkon mendja vetëm ka aspekti material. Për këtë arsye, njeriu duhet me pas kujdes kur të ndëgjon disa prej tregimeve ose disa prej atyre që vijnë edhe për ajete kuranore ose ka ndëgjon për ajete kuranore ose edhe hadithet pejgamberit alayhis salam që flasin për rezultatet e istighfarit, se Allah azza wa jall çon rrezik, çon bollok, çon furnizim. Ai, domethënë, qëllimi i tij nuk do të më kon vetëm aspekti material, po duhet me thonë që Allah azza wa jall ka urdhëruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar, edhe njeriu për vetveten e tij e din që është gjunahçar, kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Çdo biri Ademit është gjunahçar dhe gjunahçari më mirë është ai i cili pendohet. Edhe ai hadithi tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. O robërit e mi, ju bëni gjunohe ditë e natë. Ju bëni gjunohe ditë e natë. Që do të thonë pa përjashtim. Përveç pejgamberëve të Allahut azza wa jall, të cilët janë mbrojtur për gjunohe, sa përket njerëzve të tjerë, të gjithë njerëzit e tjerë bëjnë gjunohe pa përjashtim ditë edhe natë. Që thot Allah azza wa jall në këtë hadith qudsi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, derisa unë që jam që i fali gjunohet, atëherë fastaghfiruni aghfir lakum, më kërkoni falje, unë ju fali juve. Unë ju fali juve. Pra me kon qëllimi kur bën istighfar, jo me kon qëllimi material ose për interesa materiale ose për diçka, po me kon që për me shpreh atë varfërinë e tina për Allah azza wa jall, edhe me shpreh atë se ka gjunohe të shumta të cilat e kanë rëndu zemrën e tina, kanë rëndu shpirtin e tina, prandaj ka nevojë që mu liru edhe me fal Allah azza wa jall, edhe me fal Allahu azza wa jall. Për këtyre ajeteve kuranore për përmend një dy ajete kuranore, mirë po para se më përmend në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wallahi inni la astaghfirullah. Ka filluar me betim. Zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fillon me betim. Mirë po kur fillon me betim, kjo tregon për rëndësinë asaj që po flet. Sot në jetën e përditshme kur s'ka nevojë dikush tjetrit më ia tregu, kur t'ia tregon diçka, më betu se nuk është kërkuar me betina. Mirë po nëse dëshiron më ia theksu rëndësinë asaj që po flitet, asaj që po tregon, asaj që po informon tjetrin, atëherë e përdor betimin edhe pse ai tjetri e beson personin ose ka besim në personin e caktuar, se ai nuk gënjen. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh tek betimet e tij, edhe pse në esencë, në parim se përket betimit nuk është mirë më betu, mirë po në kësaj rase kur njeriu don më tregu tjetrin se sa është e rëndësishme, atëherë mund të betu edhe më shumë se sa një herë. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betu, ka thonë wallahi, pasha Allahun, inni la astaghfirullah, plus edhe e ka vërtetuar edhe më shumë, e ka theksuar atë rëndësinë e kësaj që po me fol, edhe duke vërtetuar me edhe e të akidia që e thonë inni, unë me të vërtet unë, pasha Allah me të vërtet unë, që të thotë nga njëherë njeriu kur dhe drejtohet të tjerve për me sharuat për rëndësin, ja bo më të madhe dhe me janë bëllë të rëndësishme, me të regu se sa është rëndësishme, është kjo atëre mundet me përdor kësi stile ose kësi në forma që ka përdor vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket atyre ajeteve kuranore për me përmbyll,
Thot Allah Azza wa Jall ajeti kur flet për Nuhin alayhis salam, ajetet janë të njohura, mirë po kemi nevojë edhe për Hudin alayhis salam, kemi nevojë ndoshta vetëm disa çështje me i përmend pe këtyre, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum idrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Do thon Nuhi alayhis salam i ka thon popullit tina, kërkoni falje nga Zoti juaj. Bëni istighfar, kërkoni falje nga Zoti juaj sepse ai është falës. Ai do t'ju dërgoj shi të bollshëm ka qielli. Domethënë kam ju furnizu duke dërguar shi dhe ky shi pastaj ujit tokën edhe pe tokës mbin, sikur që Allah Azza wa Jalla do t'i jap kopshte dhe do t'i jap lumen, domethënë shiu, ai shiu që i cili bjen është ai i cili pastaj rrjedhin lumenit edhe pastaj përfiton toka edhe pastaj mbin bint e ndryshme, mirë po ai shton edhe pasuninë edhe jap fëmijë Allah Azza wa Jalla. Për këtë arsye njerëzit e ndryshëm nga ky ajet kuranor, nga këto ajete kuranore e kanë kuptuar rëndësinë e istighfarit, rëndësinë e faljes së Allahut Azza wa Jalla, kërkim faljes nga Allah Azza wa Jalla, duke bërë shumë istighfar dhe duke u penduar te Allah Azza wa Jalla, e për me Allah Azza wa Jalla ju ka thua aty në bollëk pasuni që nga kasa kanë ndu. Dhe kjo është domethënë për aty në rezultateve të istighfarit dhe pendimit të njeriu tek Allah Azza wa Jalla, kthimit të tij tek Allah Azza wa Jalla. Po ashtu për këtyre ajeteve kuranore është ajeti, domethënë ajetet kuranore në wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa saparaksayna. Do me përmend një wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Domethënë për aty në rezultateve të istighfarit është se domethënë edhe shton fuqinë e juve. Për këtë arsye shumë për njerëzve të cilët e kanë praktikuar istighfarin edhe ka bërë istighfar, kanë drejt, sigurisht që është kjo edhe për dhikr në përgjithësi. Mirë po sidomos për istighfar që njeriu kur bën dhikr, sidomos kur bën istighfar, Allah Azza wa Jalla jep kuat, jep fuqi në jetën e tij edhe jep fuqi me kry punë që s'mundet me kry nëse nuk do të kishte bërë dhikr, sidomos nëse nuk do të kishte bërë istighfar. Për këtë arsye prej aty në rezultateve të istighfarit është edhe që njeriu të jep fuqi, edhe njeriu të jep bereqet, edhe jep bollëk, jep pasuri, jep fëmijë, kështu me radhë, domethënë për të gjitha të mirat, ju mata'an hasanan, ju mundson juve me jetu jetën e bukur, jetën e kënaqshme, jetë domethënë të mirëqen, edhe që ka aty pasuri. Kjo është krejt për atë që njeriu domethënë kur pendohet sigurisht tek Allah Azza wa Jall, edhe bën istighfar, edhe kërkon falje nga Allahu Azza wa Jall. Këtu janë disa çështje që kanë të bëjnë me dy hadithe që ka përmendur Nevawi rahimahullah dhe disa prej ajete kuranore që ka përmendur. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.